Vitit kaluar ka bler gati 1 miliard euro nga tregu në Shqipëri, ka hequr pra, në mënyrë që të ndikonte në kursin, as nuk ndikoi dot fare. Këtë vit deri tani ka bler prap një 800 milion euro të tjera, po i afrohemi prap miliardit edhe për këtë vit dhe prap euro vazhdon të bjerë në fakt dhe këtu është jo vetëm ai korozioni i demokracisë që ju e përmendët pak më parë për vendet e Ballkanit, por ne në Shqipëri kemi një korozion tani të ekonomisë së vendit, me sa duket nga forca misterioze, por që të gjithë e kuptojnë se cilat janë. Po, unë dëgjova raportimin e guvernatorit Bankës së Shqipërisë në Komisionin e Ekonomisë javën e kaluar dhe të jem shumë i sinqert me ju, më duk sikur ose ishte një guvernator i një shteti tjetër ose guvernatori ynë kishte vajtë raportonte për ekonominë e ndonjë vendi tjetër. Sepse nuk ishte asnjë lidhje me ekonominë e Shqipërisë. Gjithë çfarë po thoshte guvernatori, fliste për rritje të qëndrueshme, fliste për përparim, edhe më përpara forcimin e lekut e ka shpjeguar me rritjen ekonomike, ndërkohë që pavarësisht se propaganda mund të thotë të gjithë këto elemente që mua më vjen keq që guvernatori i një institucioni të pavarur përsërit fjalët e qeverisë dhe të propagandës së qeverisë. Ndërkohë faktet ekonomike janë të ftohta dhe janë të pamëshirshme. Domethënë nuk është se ka ndonjë vend për interpretim të madh. Mjafton të shikojmë dhe këtë reflektojnë edhe shifrat e Instatit. Imagjinoni, nuk është se po bëhet ndonjë mbulim ose ndonjë fshehje shumë e madhe. Janë shifra të cilat janë të aksesueshme për të gjithë. Dhe përveç Instatit kemi dhe institucione ndërkombëtare të cilat tregojnë se në çfarë gjendje të tmerrshme është ekonomia shqiptare. Mjafton të kujtojmë që në ditën që guvernatori ishte duke raportuar në Komisionin e Ekonomisë, KMN-ja dilte dhe thoshte që rritja ekonomike nuk do jetë më 3.8%, sa që kishin për vitin 2025, sa që kishin parashikuar në fillim, por do jetë 3.4%, pra e rishikuar me ulje. Dhe nuk është hera e parë që FMN-ja rishikon rritjen ekonomike të Shqipërisë me ulje, me një tendencë rënëse. Ndaj, për të mos folur pastaj për këto parashikime që ne do rritemi me 4% apo me 3.8%, të cilat janë jashtë realitetit. Mjaft të shikojmë pastaj që industria është në recesion. E raportonte revista Monitor, po shifrat janë aty, sërish të Instatit. Bujqësia ka në recesion që prej 5 vitesh. Kemi një ngadalësim edhe madje në sektorin e ndërtimit, po të shikojmë prodhimi i betonit ka qenë në rënje, sërish siç raportonte Instati. Pra, i kemi gjithë elementët e ekonomisë, qoftë ekonomisë prodhuese, po qoftë edhe të këtij ndërtimit, ku janë kanalizuar dhe parat e pista, ku janë larë parat e pista këto vite, dhe që ka mbajtur, po themi, ekonominë shqiptare në këmbë, edhe ndërtimi ka vetë po dalin shenjat e para të ngadalësimit. Turizmi gjithashtu, rritja në turizëm nuk ishte më dyshifrore siç ishte vitin e kaluar, kishte një ngadalësim të rritjes. Pra, ne shikojmë që të gjithë elementet e ekonomisë janë në rënje, janë ose në recesion, sektor të ndryshëm, të rëndësishëm të ekonomisë, ose të ngadalësuar. Ndaj, unë nuk e dalloj se ku është entuziazmi i guvernatorit për ekonominë shqiptare. Ku është kjo forca e ekonomisë shqiptare, kur po mbahet, do me thënë kemi një kështjell kartoni këtu që me një herë të lehtë do kolapsojë gjitha. Prisja me thënë të drejtën një raportim shumë më serioz, më profesional dhe më objektiv. Guvernatori foli për cënim të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë, po mua më duk se cënimi i pavarësisë ishte në raportimin e tij. E qartë kjo. Megjithatë, kur thoni që ku është kjo forca e ekonomisë shqiptare, ka një forcë të ekonomisë shqiptare që është shumë e fortë, që po ndryshon kursin e këmbimit në këtë vend tashmë.